zotin Kurti. Mirë po mbani mend, ata që kanë kujtesë pak dhe memorje, e mbajnë mirë mend gjuhën e zotit Kurti dhe të gjithë ata të paguar dhe sot që janë të paguar, të cilët e cilësonin zotin Haradinaj si bashkëpunëtor të Serbisë që bashkëpunonte përmes Saradëqiqit. Gjëra plotësisht pa vërteta. Ti thuash një njeriu i cili ka pushkën dhe ka luftu dhe ka dhënë gjakun e familjes dhe të vetin për vendin, për këtë vend, unë nuk di se cila është më e rëndë. A është kjo e zotit Haradinaj apo është ajo e zotit Kurti? Kuptoni, megjithatë zoti Ramush Haradinaj. I bie që këto deklarata kanë qenë pak a shumë në nivelin e njëjtë, drejtuar njëri tjetrit? Këto deklarata, Haradinaj Kurti në këtë rast? Këto deklarata unë mendoj, kjo është mendimi im, unë mendoj që nuk i takojnë spori zotit Kurti, nuk i takon të organizoj linçim publik dhe shpifje publike, siç bëhet edhe sot për shumë figura, përfshi edhe zonjën Osmani, që po e shohim tani që po na del zonja Osmani, edhe me mjekër, se po i bëjnë me AI, me gjithë shka, kuptoni, karikaturat e tjera. Unë jam dhe kam qenë gjithmonë kundër zonjës Osmani, jam edhe sot, dhe nuk i kuptoj realisht partitë opozitare në këtë rast, kur marrin pozicion në një krah për një tjetër, se për